ulet ndjeshëm çmimi i kësaj vile bujtin të mrekullueshme, e pozicionuar në natyrën e bukur dhe të qetë të gjinarit. Nga çmimi më parshëm 280.000 euro, tashmë kjo pronë ofrohet për vetëm 230.000 euro. Një ulje çmimi prej 50.000 eurosh. Përshëndetje nga unë Anisa dhe agjencia Endri Imobiliar. Ndodhemi në një nga perlat e natyrës shqiptare, në fshatin e bukur turistik dhe tepër të lakmuar, atë të Gjinarit, vetëm 22 kilometra larg Elbasanit. Ky fshat njihet për ajrin e pastër, për peizazhin fantastik dhe pyjet e dendura, duke u shndërruar kështu në një destinacion tepër të preferuar për turistët vendas gjatë fundjavave, e sidomos së fundmi dhe për ata të huaj. Sot kemi marrë përshitje këtë vilë dhe pronë të mrekullueshme e gjendur mes kësaj perle natyrore. E gjithë prona shtrihet në një sipërfaqe totale 820 metra katror, ku 390 metra katror sipërfaqe trualli janë me certifikat të rregullt pronësia. Vila është një objekt ndërtim 2 katësh, me sipërfaqe totale ndërtimi 160 metra katror, 80 metra katror për çdo kat. Kjo vilë është një ndërtim totalisht i ri, e vitit 2017, një ndërtim modern me punime teje cilësore, me strukturë dhe arkitekturë të stilit alpin, ku është përdorur guri i zonës dhe druri masiv. Kati i parë organizohet nga një hall i madh bashkë me kuzhinë dhe një tualet. Është i mobiluar këndshëm dhe në qendër nuk ka se si të mos i mungoj një oxhak i bukur e funksional. Në katin e dytë pozicionohen 3 dhoma gjumi të kompletuara dhe një tualet. Është një opsion i mirë për t'u larguar nga stresi, nga zhurma e qytetit, të relaksoheni, shplodheni dhe të thithni ajrin e pastër të pishave të njohura të Gjinarit. Gjithashtu mund ta shfrytëzoni si opsion biznesi, duke e kthyer në një bujtin të vogël.